Të shtënat nuk ndalen. Pjesëtarët e ushtrisë serbe të Bosnjës nuk kursejnë asgjë nga arsenali i tyre kundër bosnjakëve. Shtëpitë e këtyre të fundit digjen gjithandej përreth Srebrenicës. Kur duhet se nuk e lanë asnjë pa e shkatruar, pjesëtarët e këmbësorisë serbe i afrojnë zonës ku ndodheshin refugjatët bosnjak. Të parët nuk ngurojnë ta shfaqin kënaqësinë dhe gëzimin e tyre me atë që po bëjnë. Nuk vonon shumë e kolegët tjerë të tyre i afrohen qendrës ku forcat ndërkombëtare po i mbanin refugjatët bosnjak për t'i mbrojtur. Gjendja e këtyre të fundit duket e rëndë. Ajo përkeqësohet nga sjellja e ushtarëve serb. Pjesëtarët e trupave paqëruajtëse të OKB-s duken të pafuqishëm nga prania e forcave të Ratko Mladićit. Nuk ka pushkëri, nuk ka panik, u thot refugjatëve njëri nga ta. Një ushtar serb dëgjohet duke u bërtitur bosnjakëve musliman të mbajnë qetësi. Nuk vonon, e këtu vjen edhe generali që udhëheq forcat serbe të Bosnjës. Mladić fillimisht flet diçka me ushtarët e OKB-s. Atyre u tregon se çfarë du të bëjë me refugjatët. Aty u kërkon të jenë të durueshëm dhe u thot se ata mund të zgjedhin nëse duan të rinë këtu ose të shkojnë dika tjetër. Kështu nuk do të ndodhte megjithatë. Shumica prej tyre do të ekzekutoheshin në atë që njihet si masakra më e madhe e kryer në Evropë nga lufta e dytë botërore e këndej. Për masat e krimeve, bën që ajo që ndodhi këtu të quhet gjenocid dhe të tillë ta pranoj pothuajse gjithë bota, me përjashtim të Serbisë dhe disa vendeve mike të saj. 11 korrikut tashmë respektohet edhe me vendim të OKB-s si dita ndërkombëtare e reflektimit dhe përkujtimit të gjenocidit të vitit 1995 në Srebrenicë. Ushtarët bosnjak mbase e dinin këtë dhe provonin ta pengonin, por mjetet e luftës të tyre ishin të lehta dhe të pamjaftueshme. Për dallim nga ta, serbët ishin pothuajse superfuqi. Ata kishin pajisje të lloj-llojshme për të sulmuar bosnjakët që ishin të fshehur nëpër male. Madje i gjuanin edhe avionet e NATO-s, që po mundoheshin ta ndalnin hovin e Mladićit në Srebrenicë dhe zonën përreth. Fluturaket e aleancës edhe kishin bërë diçka, qelluar ndonjë automjet të serbëve, edhe duke prishur rrugë ka supozohej, me gjas se mund të kalonte ushtria e Mladićit. Por ky nuk ndalej dot. Ai avanconte. 11 korrik e pushtoi dhe shkretoi zonën e Srebrenicës. Kur ushtria e tij kreu punën që deshi, Mladić erdhi të shoh personalisht situatën. Sapo zbret, jep urdhra që ushtria e tij të veprojë njëjtë siç bëri këtu.
Generali përgëzohet nga vartët e tij për ato që ka ndodhur këtu. Ndonjë shenjë bosnjake e mbetur, u shkatrua, dhe nuk ishin vetëm burrat ushtar që i shijonin pushtimin e Srebrenicës dhe zonave përreth. Një gruaj serbe që Mladić e takon këtu, i thot, e gëzosh qytetin. Më pas i kërkon të shkojnë të pinë kafe në shtëpinë e saj. Për këto që ndodhen në Srebrenic, Mladić do të akuzohej dhe do të dënohej me burgim të përjetshëm. Akuza për të cila ai u gjet fajtor nga gjykata e Hagës për ish Jugosllavin ishin për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, pikërisht për vrasjen e rreth 8.000 djemve dhe burrave bosnjak në zonën e Srebrenicës, por edhe për krime tjera në pjesë të ndryshme të Bosnjës.